Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Çmimet e karburantit në vendin tonë janë rikthyer niveleve të para konfliktit me Iranin, ndërkohë që ditën e djeshme Bordi i Transparencës vendosi që nafta të tregtohet me 180 lekë për litër dhe benzina në 168 lekë për litër. Bordi i Transparencës në mbledhjen e fundit të kësaj të marte ka vendosur që çmimi i naftës të mos jetë më shumë se 180 lekë për litër, duke shkuar në nivelin më të ulët që prej përshkallëzimit të konfliktit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, kur ky i fundit vendosi bllokimin e ngushticës së Hormuzit, një korridor i rëndësishëm i kalimit të naftës botërore. Tashmë Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje paraprake paqeje me Iranin, gjë e cila ka ulur çmimet e naftës. Sipas vendimit të bordit, çmimi maksimal i shitjes me pakicë për gazoilin është përcaktuar në 180 lekë për litër, ndërsa i me shumicë në 168 lekë për litër. Për benzinën, çmimi maksimal në pakicë do të jetë 168 lekë për litër, ndërsa në shumicë 156 lekë për litër. Vendimi përfaqëson vazhdimin e trendit rënës të karburanteve gjatë javëve të fundit. Vetëm në fillim të qershorit, nafta tregtohej me 192 lekë për litër, ndërsa më 13 qershor, çmimi ishte 183 lekë për litër. Brenda 10 ditësh, çmimi i naftës është ulur me 12 lekë për litër. Përpara përshkallëzimit të konfliktit në pikat e pakicës, nafta tregtohej me çmimet 175 deri në 180 lekë për litër, ndërsa menjëherë pas situatës së tensionuar gjeopolitike, në vendin tonë filloi të reflektohej në mënyrë të menjëhershme kriza globale. Për të shmangur abuzimet, qeveria vendosi ngritjen e Bordit të Transparencës. Çmimet e vendosura këtë të martë do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit. Karikimit për automjetet elektrike do të rregullohen përmes ligjit. Projekt ligji i ri për sektorin e energjisë elektrike i prezantuar në Komisionin Përkatës Parlamentar nga Ministri Enea Karakaçi parashikon krimin e operatorit të posaçëm dhe vendosjen e rregullave të qarta për këtë sektor. Komisioni për burimet natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm ka miratuar projekt ligjin për sektorin e energjisë elektrike. Gjatë fjalës së tij në komision, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, tha se deri më tani pikat e karikimit kanë funksionuar në një zonë të paqartë rregullatore. Ka dy mekanizma se si mund të përfitojnë klientët. Një me anë të agregimit, dhe dyta me anë të krijimit të komuniteteve të energjisë elektrike. Aktualisht, duke qenë se ka qenë e parregulluar, pikat e karikimit të mjeteve elektrike përdorin energjinë elektrike që përdoret në një farë kuptimi për popullatën. Ligji i sektorit të energjisë elektrike nuk lejon rishitjen e energjisë elektrike që përdoret për popullatën, sepse është një çmim i rregulluar, i përcaktuar. Megjithatë, ne kemi vendosur, krijuar disa aspekte rregullatore deri tani në mënyrë që të lehtësonim këtë shërbim. Karakaçi theksoi se do të shtohet një operator i ri që do të jetë i posaçëm për pikat e karikimit. Në ligjin e sektorit që ne paraqesim sot, kemi të parashikuar një operator të ri që shtohet, që është operatori i pikës së rikarikimit. Dhe patjetër ky operator duhet të përmbushë disa kritere, shkon edhe në entin rregullatorit të energjisë, edhe plotson disa kushte dhe kemi të parafruar me gjithë mekanizmat edhe ku blen energjinë elektrike dhe me çfarë çmimi e shet energjinë elektrike. Krijon një balans shumë të mirë që ndërmjet masave mbështetëse për gjithë kategoritë e klientëve, duke vendosur klientin në qendër të ligjit të sektorit të energjisë dhe në qendër të gjithë sektorit energjetik, por duke vendosur edhe një ekuilibër ndërmjet mekanizmave që ka rrjeti. Dhe fakti që baterit tashmë janë element që e kanë kërkuar gjithë klientët, si bizneset dhe familjarë, ne kemi përfshirë. Fakti që ne incentivojmë duke mos i bërë kërkesa për të licencuar, tregon më së miri që vëmendjen që po i krijojmë këtij sektori dhe klientëve për të përdorur gjitha mekanizmat që njeh ligji i sektorit sot. Projekt ligji parashikon përcaktimin e statusit ligjor të operatorëve të pikave të karikimit, si dhe rregullimin e mënyrës së furnizimit dhe menaxhimin e këtij shërbimi.
Nga ana tjetër, çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare kanë zgjeruar humbjet në sesionin e ditës së djeshme, ndërsa tregjet vlerësuan perspektivat për një rifillim të furnizimit përmes ngushticës së Ormuzit. Disa analistë presin një rifillim të furnizimit së shpejti. Çmimet e naftës zgjeruan humbjet të martë, ndërsa tregjet vlerësuan perspektivat për një rifillim të furnizimit përmes ngushticës së Ormuzit dhe mungesës së detajeve nga një marrëveshje paraprake për t'i dhënë fund luftës në Iran. Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent ranë me 0.5% në $82.72 për fuqi dhe nafta amerikane ra me 0.3% në $80.51 për fuqi. Disa analistë presin një rifillim të furnizimit së shpejti nëpërmjet ngushticës me faktorë të tjerë që po ulin çmimet fizike të tregut. Mund të duhen disa javë që fluksi i cisternave të rikthehet, thanë analistët e Morgan Stanley. Ne shohim 50% të prodhimit deri në shtator dhe 80% deri në dhjetor, pak më shpejt se më parë, shtuan ata. Importet e naftës bruto të Kinës ranë me 29% në maj, në nivelin më të ulët në 8 vite, duke zgjatur një rënje dramatike për importuesin më të madh në botë, me rritjen e çmimeve të naftës bruto të Arabisë Saudite që pritet të bjerë gjithashtu në korrik. Treguesit e hershëm janë se marrëveshja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iran do të rihap ngushticën e Ormuzit dhe do të zgjasë armëpushimin për 60 ditë, duke u lejuar negociatorëve të trajtojnë çështje të vështira, siç është e ardhmja e programit bërthamor të Iranit. Sipas analistëve, faza e parë e marrëveshjes që përfshin nënshkrimin në Gjenev të një zgjatje të armëpushimit 60 ditor ishte e lehtë, por faza e dytë që duhet të vëzhgohet më nga afër nga tregjet për ndikimin e saj fizik është rihapja me faza e ngushticës së Ormuzit dhe lehtësimi i bllokadës ditare amerikane mbi portet dhe anijet iraniane. Deputetët në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë kanë kërkuar nga Autoriteti i Konkurrencës që të hetojë pjesë të rëndësishme të tregut, sipas tyre në qendër të vëmendjes do duhet që të jetë sigurimi i detyrueshëm i automjeteve apo tregu i karburanteve në vendin tonë. Shqyrtimi projekt rezolutave për Autoritetin e Konkurrencës dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave u shoqërua me diskutime në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Deputetët kritikuan veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës, që sipas tyre nuk po heton pjesë të rëndësishme të tregut, sikurse është sigurimi detyrueshëm i automjetit TPL apo tregu i karburanteve. Tregu është dinamik, ndërkohë që para funksionimit të bordit ne kishim 6 muaj, 7 muaj me një çmim, që nuk ndryshonte asnjëherë. Pra, kjo tregon që ne kemi një problem shumë të madh. E para kemi modelin e tregut, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, brenda modelit të tregut kemi abuzim shumë të madh, sepse edhe me atë model mund të kishte luhatje të çmimeve. Tani indicie më të madhe se kjo do Autoriteti i Konkurrencës për ta hetuar seriozisht të treg. Transparenca e autoritetit ka ngelur në nivel administrativ, pa krijuar realisht llogaridhënie apo ndjeshmëri shoqërore mbi rolin që luan ky institucion në mbrojtjen e konkurrencës dhe konsumatorit. Sa i takon sigurimit automjeteve, Braçe foli për një marrëveshje mes kompanive që operojnë në treg. Të sigurohet monitorimi periodik të marrëveshjes për shkëmbim informacione në tregun e sigurimeve MTPL. Në qoftë se do të lërë këtë marrëveshje edhe një herë tjetër në fuqi, Autoriteti i Konkurrencës të bëjë gjën e duhur, të hetojë tregun më në fund, sepse nuk ka deri tani asnjë hetim serioz për këtë gjë dhe për atë që është evidente në treg. Ndarjen e tregut me pjesë, rënien dakord të gjithë operatorëve në treg që po ti ke 25, un kam 22, ky ka 10, ai ka 9, ai ka 6, etj me radhë përcaktojmë çmimin dhe pastaj shesim me javë. Ndërkaq sa i takon detyrave për Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, u kërkua që në depozitat e detyrueshme për t'u siguruar të përfshihen dhe ato që do hapen pranë Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Në tregun e sigurimeve, primet e shkruara bruto kanë arritur në rreth 27 miliard lek me një rritje vitore rreth 11% në vitin 2025, ndërkohë që dëmet e paguara bruto u regjistruan me rreth 8 miliard lek në një nivel të qëndrueshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sigurimi detyrueshëm vijon të dominojë tregun e sigurimeve në vend, duke dhënë sinjale për më shumë hapësira për diversifikim. Drejtoresha e përgjithshme ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Adela Xhemali, ka raportuar në Komisionin e Ekonomisë lidhur me ecurinë e këtij tregu në vitin 2025, ku theksoi se sistemi bonus-malus ka sjellë përfitime për drejtuesit e automjeteve. Për të rritur transparencën, autoriteti kërkoi vendosje në dispozicion të përllogaritësve elektronik të primit nga të gjithë shoqëritë e sigurimit. Këta përllogaritës tashmë janë implementuar.
Gjithashtu, autoriteti ka publikuar materiale shpjeguese, pyetje përgjigje si dhe infografika. Nga monitorimi deri tani konstatojmë se zbatimi i këtij sistemi ka dhënë efekte pozitive të para, përfshirë reduktimin e primit mesatar në treg, duke krahasuar prillin e 2026-s me prillin e 2025-s kemi vënë re një rënje prej 2.2%. Gjatë vitit 2025, primet e shkruar bruto në tregun e sigurimeve arritën rreth 27 miliard lek me një rritje prej 10.5% krahasuar me vitin 2024. Numri i policave të lëshuara arriti në 1.68 milion me një rritje prej 5%, segmenti i jetës pati një rritje më të shpejtë, 17.6%, ndërsa segmenti jo jetës u rrit me rreth 10%. Sigurimi detyrueshëm vijon të dominojë tregun duke zënë rreth 62% të primeve. Kjo tregon se tregu ka ende hapësirë të konsiderueshme për diversifikim, sidomos në sigurimet vullnetare, sigurimet e jetës, sigurimet e pronës, shëndetit dhe produkteve të lidhura me mbrojtjen afatgjat të familjeve dhe bizneseve. Nga ana tjetër, drejtuesja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ka bërë me dije edhe prioritetet e këtij institucioni për këtë vit. Për vitin 2026 dhe periudhën në vijim, prioritetet e autoritetit mbeten të lidhura ngushtë me procesin e integrimit evropian. Duke vendosur themelet në institucione më të forta, forcimin e stabilitetit financiar në vend dhe modernizimin e mbikëqyrjes. Modernizimi i infrastrukturës digjitale dhe forcimi i qëndrueshmërisë ndaj rreziqeve kibernetike dhe teknologjike. Në këtë kuadër, autoriteti ka filluar punën për modernizimin e platformave kryesore të tregut të sigurimeve, lidhur me shitjet dhe dëmet për të përmbushur standardet europiane. Risi do të paraqesë verifikimi i policës me QR code, çka përkthehet në përmirësim të shërbimeve për konsumatorin dhe rritje të transparencës. Gjatë vitit 2025, tregjet në mbikëqyrje u karakterizuan nga qëndrueshmëri dhe zgjerimi i aktivitetit. Vlera totale e aktiveve në koto tregje arriti në 149 miliard lek me rritje vjetore 13%, duke reflektuar një rol gjithnjë më të rëndësishëm të sistemit financiar jo bankar në ekonominë shqiptare dhe në vendimarrjen financiare të qytetarëve, duke filluar nga sigurimi dhe mbrojtja ndaj rrezikut, tek kursimi afatgjat, investimi dhe planifikimi i pensionit. Bashkia e Tiranës ka hapur tenderin për rikonstruksionin e aksit të dytësor Tiranë-Durrës deri tek mbikalimi i Kasharit me një fond limit prej 595 milion lekësh. Ky projekt synon përmirësimin e ndjeshëm të infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë për përdoruesit e saj. Bashkia e Tiranës ka shpallur hapjen e garës për rikonstruksionin e aksit dytësor Tiranë-Durrës deri te mbikalimi i Kasharit. Fondi limiti për llogaritur për këtë investim arrin vlerën prej 594 milion e 907 mijë lekë. Aksi dytësor nis nga rreth rrotullimi te Spitali Hygeja dhe përfundon te mbikalimi i Rinasit në afërsi të Megatek. Në krahun e djathtë të saj, rruga akseson objekte të shumta industriale dhe disa fshatra si Laknas, Domje e të tjerë. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky aks rrugor ka një gjatësi totale prej rreth 6839 metra linear dhe karakterizohet nga një karrexhat me 2 kursi, secila me gjërësi 3.25 metra. Ky projekt parashikon që aksi do të trajtohet me të gjithë elementet e nevojshëm të infrastrukturës moderne rrugore, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit të kësaj zone. Ndërhyrja do të përfshin konkretisht ndërtimin e shtresave rrugore, trotuareve, ndriçimin, kanalizimet e ujrave të bardha, gjelbërimin dhe sinjalistikën. Referuar dokumentit, rruga ka një rëndësi shumë të lartë për qytetin e Tiranës, pasi përveç se shërben për aksesimin e bizneseve dhe fshatrave, shërben po ashtu edhe për lirimin e trafikut në raste piku. Pra të gjitha automjetet që hyn nga jugu i vendit apo dalin nga Tirana kanë një opsion kalimi në këtë aks, në rast trafiku të rënduar. Dhe po kështu ka çdo ditë numër më të lartë të kalimit të makinave për shkak të rritjes së banimit të zonës me ndërtesa rezidenciale dhe kjo ka rritur edhe më shumë nevojën për ndërhyrje në infrastrukturë. Në dokument theksohet se nga inspektime në terren janë evidentuar një sër problematikash në gjendjen ekzistuese të rrugës. Në disa segmente, shtresat asfaltike paraqiten të dëmtuara me gropa, ndërsa në zona të tjera vjen re çarjer sipërfaqësore të asfaltit. Gjithashtu, trotuaret aktuale janë të realizuara me beton të varfër dhe nuk përmbushin standardet e kërkuara për një infrastrukturë urbane funksionale dhe të sigurt.
Ndërkohë, do të ndërhyet edhe në sistemin e kanalizimeve ekzistuese, ku parashikohet shtimi i disa pusetave të reja ndërmjet segmenteve ekzistuese me qëllim rritjen e eficiencës dhe parandalimin e përmbytjeve gjatë rreshjeve. Ky projekt synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rritjen e sigurisë për përdorësuesit e saj, si dhe lehtësimin e trafikut, thuhet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik. Durana Tech Park ka nisur bashkëpunimin me Universitetin Politeknik të Tiranës për përfshirjen e studentëve në praktika profesionale pranë kompanive të teknologjisë. Aktualisht në parkun teknologjik janë regjistruar rreth 80 kompani që ofrojnë mbi 600 vende të lira pune. Durana Tech Park pozicionohet si një nga hapësirat kryesore të zhvillimit të sektorit të teknologjisë dhe inovacionit në vend. Aktualisht në këtë park janë regjistruar 80 kompani, të cilat ofrojnë mbi 600 vende pune në fushën e teknologjisë së informacionit. Në funksion të lidhjes mes arsimit dhe tregut të punës, Durana Tech Park ka nisur bashkëpunimi me Universitetin Politeknik të Tiranës. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, janë përzgjedhur studentët e parë që do të zhvillojnë praktikat profesionale pranë kompanive të regjistruara në park. 80 kompanit të regjistruara në Durana Tech Park ofrojnë mbi 600 vende pune në sektorin e teknologjisë dhe informacionit. Për këtë arsye, Durana Tech Park ka filluar të bashkëpunojë me universitetet, siç është Universiteti Politeknik i Tiranës, ku janë përzgjedhur studentët e parë që do kryejnë praktikat e punës pranë disa prej kompanive që janë të regjistruara në Durana Tech Park. Këto studentë do kenë mundësi të punojnë në projekte konkrete, të mësojnë nga profesionistë të fushës dhe të kontribuojnë me idetë të tyre inovative. Pas përfundimit të praktikës, studentëve do t'u ofrohet edhe mundësia për punësim pranë kompanive pjesë e parkut. Programi nuk do të kufizohet vetëm te studentët e përzgjedhur në këtë fazë, por do të jetë i hapur edhe për studentë të tjerë apo profesionistë të fushës që duan të bëhen pjesë e tij. Kjo nismë synon të forcojë ekosistemin e teknologjisë në vend, duke nxitur përfshirjen e të rinjve në sektor me potencial të lartë zhvillimi dhe duke orientuar aftësitë e tyre drejt nevojave reale të tregut të punës. Kush abuzon me fondet e Bashkimit Evropian do të dënohet deri në 5 vite burg. Qeveria shqiptare ka hartuar një projekt ligji i cili sjell ndryshime në Kodin Penal ku forcojnë masat për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian. Qeveria shqiptare ka iniciuar ndryshime të reja në Kodin Penal në kuadër të parafrimit të legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes së interesave financiare të BE-s, si dhe në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Ndryshimet e parashikuara në projekt ligjin e hedhur për konsultim publik vendosin standardet e përbashkëta për përcaktimin e veprave penale që dëmtojnë buxhetin e BE-s, si mashtrimi, korrupsioni, përvetësimi i fondeve dhe pastrimi i produkteve të veprës penale, duke përfshirë edhe mashtrimet e rënda ndërkufitare në fushën e TVSH-s. Në thelb, direktiva synon të garantojë që këto veprime të ndiqen penalisht në mënyrë efektive dhe të njëtrajtshme në të gjitha shtetet anëtare, duke parashikuar gjithashtu nivele minimale sanksionesh dhe përgjegjësi për personat juridik. Konkretisht, vepra të tilla të kryera në Shqipëri duke dëmtuar interesat financiare të BE-s konsiderohen si vepra penale dhe dënohen me burgim nga 2 deri në 5 vjet, ndërsa dënimi rritet kur dëmi financiar në të gjitha rastet kalon një vlerë prej 100.000 eurosh. Përmes këtyre masave synohet rritja e efektivitetit në parandalimin dhe ndëshkimin e abuzimeve me fondet e BE-s, përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve kombëtare si dhe garantimi një niveli më të lartë transparence dhe integriteti në menaxhimin e financave të BE-s. Dënimet për secilën nga veprat penale të parashikuara janë përcaktuar duke marrë në konsiderat kriteret dhe standardet e përcaktuara në direktivat e BE-s, si dhe duke u mbështetur në praktikat më të mira legjislative të shteteve anëtare, veçanërisht të Italisë dhe Gjermanisë. Ndryshimet e propozuara synojnë gjithashtu të adresojnë boshllëqet ekzistuese ose rastet e parafrimit të pjesëshëm apo së pasakt në legjislacionin penal në fuqi, në veçanti në lidhje me përjashtimin ose uljen e dënimit për bashkëpunëtorët e drejtësisë. Referuar relacionin që shoqëron projekt ligjin, ndryshimet shoqërohen me përfitime ekonomike dhe sociale për Shqipërinë. Zbatimi i një kuadri të harmonizuar ligjor për mbrojtjen e interesave financiare të BE-s rrit transparencën dhe llogaridhënien në administrimin e fondeve publike, duke reduktuar ndjeshëm mundësinë për abuzim dhe korrupsion. Kjo kontribuon në krijimin e një klime më të qëndrueshme dhe të besueshme për investitorët vendas dhe të huaj, të cilët kërkojnë stabilitet juridik dhe garanci për mbrojtjen e kapitalit të tyre.
Zhvillimi i censit të bujqësisë kërkon fonde shtesë për të përmbushur këtë proces të saktë dhe me të dhëna të plota. Censi do të mbulojë të gjitha njësitë ekonomike që përdorin tokë bujqësore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i censusit të bujqësisë kërkon fonde shtesë për të përmbushur një proces të saktë dhe me të dhëna të plota. Kërkesa u bë gjatë diskutimit të projektit rezolutës për Institutin e Statistikave. Kundër të tjera, deputetët kërkuan nga Instat që të kryej këtë proces me cilësi. Projekti ligji për censusin është miratuar nga Këshilli i Ministrave në 3 qershor. Ne e kemi këtu në kuvend. Do të thotë që ne duhet të kalojmë procedurën me qëllim që ta miratojmë ne këtë ligj. E dyta, që është shumë e rëndësishme, qeveria të plotësojë gjithë pjesën e mbetur të buxhetit. Pa ligj 1 dhe pa lek 2 nuk bëhet ajo gjë. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi rezolut këto gjëra. Duhet të përcjellim rekomandimin që censusi i bujqësisë të realizohet në kohë sipas planit të statistikave, pra brenda vitit 2026 dhe të mos përsëritet asnjë gabim që u vret në realizimin e censusit të popullsisë tek hartimi i censusit të bujqësisë. Se ne jemi të ndërgjegjshëm që censusi i popullsisë pati shumë të meta, madje cënoi reputacionin e këtij institucioni. Censi i bujqësisë do të mbulojë të gjitha njësitë ekonomike që përdorin tokë bujqësore ose që kryejnë aktivitete bujqësore dhe blegtorale brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Numri aplikimeve për i vlerësimin e pronave aktualisht më së shumti është përqendruar në Tiranë dhe në Bregdet, ndërkohë që rreth 42% e totalit aplikimeve janë pikërisht në Tiranë. Prej nisjes së procesit të rivlerësimit të pasurive të paluajshme, shuma e kursyer nga individët dhe bizneset nga zbatimi i tatimit të reduktuar në 5%, llogaritet rreth 84 milion euro. Të dhënat janë bërë publike nga administrata tatimore, ku nga ky proces përfitojnë jo vetëm ata individ që kërkojnë të shesin një pasuri të paluajshme, por edhe ata që pronat i kanë regjistruar me vlerë më të ulët se tregu. Individët dhe bizneset kanë përfituar nga procesi i rivlerësimit të pasurive, duke ulur kostot fiskale dhe duke përfituar nga lehtësitë ligjore në fuqi. Në total kanë aplikuar 9532 qytetar për këtë proces, ku drejtuesi i Nareas Reinaldo Pipiria thot për Skan TV se interesi për këtë proces po rritet. Çmimet, sidomos në pjesën e Tiranës, kanë arritur një lloj maturiteti, pra një lloj piku. Kam qenë duke konsultuar statistikat, më rezulton që do duhet të jetë diku tek 1960 euro për metër katror, çmimi mesatar në Tiranë, ndërkohë që në 2021-shin, 2022-shin ka qenë rreth 1250 euro për metër katror. Patjetër që nëse marrim vetëm shifrat në euro, ka një rritje prej 55%, 56%, nëse krahason dy periudhat, por duhet marrim parasysh që euro është vlerësuar 25 deri në 30%. Si do që të jetë, kur kalojmë në këto shifra dhe në këtë ritëm rritje, efekti psikologjik kanë ndikuar të gjitha aktorët në treg, sidomos të blerësit. Numri aplikimeve më së shumti është i përqendruar në Tiranë dhe Bregdet, 42% e totalit aplikimeve janë në kryeqytet, në Durrës 18%, Vlorë 6%, Lesh 4.5%, Sarand 4% e të tjerë. Republika e Koreas vion që të mbaj vendin e parë si burimi kryesor i automjeteve të regjistruara për herë të parë në vendin tonë me 24.3% të totalit. Në vendin e dytë renditet Kina me 17.6% të totalit regjistrimeve. Tregu i Airbnb në Shqipëri po zgjerohet me shpejtësi me një rritje prej 54.5% të listimeve dhe të ardhurave mesatare vjetore rreth 1.17 milion lek për pronë. Tirana kryeson për numrin e akomodimeve, ndërsa Riviera Shqiptare dhe Saranda renditen ndër zonat më fitimprurse, falçmimeve më të larta ditore dhe kërkesës turistike. Tregu i qerave afatshkurtra në Shqipëri po shënon një zgjerim të ndjeshëm, ndërsa platformat si Airbnb po kthehen në një alternativë gjithnjë më të përdorur nga pronarët e apartamenteve. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar raportin mbi regjistrimin e mjeteve në vend për periudhën janar-maj 2026, duke pasqyruar origjinën e automjeteve të regjistruara për herë të parë në Shqipëri. Sipas të dhënave, Republika e Koreas vijon të mbajë vendin e parë si burimi kryesor i automjeteve të regjistruara për herë të parë me 24.3% të totalit. Ky tregues konfirmon interesin në rritje të qytetarëve shqiptar për automjetet koreane, të cilat prej vitesh kanë fituar terren fal kombinimit të teknologjisë, efikasitetit dhe kostove konkurruese.
Në vendin e dytë renditet Kina me 17.6% të totalit të regjistrimeve. Rritja e pranisë së automjeteve kineze në tregun shqiptar pasqyron zgjerimin e ofertës së prodhuesve kinez, veçanërisht në segmentin e automjeteve elektrike dhe hibride, të cilat po tërheqin gjithnjë më shumë interes nga konsumatorët. Ndërkohë, Gjermania mbetet një nga burimet tradicionale të automjeteve të importuara në vend, duke përfaqësuar 12.2% të totalit të mjeteve të regjistruara për herë të parë. Pas saj renditet Italia me 11.9%, duke ruajtur pozicionin si një nga partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë edhe në sektorin e automjeteve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zën 7.8% të totalit të regjistrimeve të reja, ndërsa Zvicra përfaqëson 6.9%. Të dhënat tregojnë se automjetet me origjinë nga vendet aziatike po fitojnë gjithnjë më shumë peshë. Vetëm Republika e Koresë dhe Kina së bashku përbëjnë mbi 41% të totalit të mjeteve të regjistruara për herë të parë, duke reflektuar tendencat e konsumatorëve shqiptar dhe transformimin e tregut automobilistik. Platforma e Facebook dhe Instagramit po përdoret nga bizneset për të promovuar, ndërkohë që numri i lartë i reklamave aktive tregon se marketingu në rrjetet sociale po zë një rol të rëndësishëm në strategjinë e bizneseve shqiptare. Bizneset shqiptare po rrisin gjithnjë më shumë praninë e tyre në platformat sociale, ndërsa reklamat online janë kthyer në një nga mjetet kryesore për të arritur konsumatorët. Sipas të dhënave nga Meta Ads Library, aktualisht në Shqipëri rezultojnë 7300 reklama aktive në platformat e kompanisë Meta, që përfshin Facebook dhe Instagram. Dhënat tregojnë se kompanitë, markat dhe subjektet e ndryshme po përdorin reklamat e sponsorizuara për të promovuar produktet, shërbimet dhe ofertat e tyre, duke e bërë hapësirën digjitale një treg gjithnjë më konkurrues. Numri i lartë i reklamave aktive tregon se marketingu në rrjetet sociale po zë një rol të rëndësishëm në strategjitë e bizneseve shqiptare. Përmes këtyre platformave, kompanitë mund të synojnë audienca të caktuara sipas interesave, moshës, vendodhjes dhe sjelljes online, duke bërë reklamimin më të drejtuar krahasuar me forma tradicionale. Rritja e përdorimit të Facebook dhe Instagram nga shqiptarët ka ndikuar në shtimin e investimeve në reklama digjitale. Bizneset nga sektor të ndryshëm si turizmi, tregtia, financa, teknologjia, moda dhe shërbimet po shfrytëzojnë platformat sociale për të tërhequr klientë të rinj dhe për të rritur shitjet. Megjithatë, konkurenca në hapësirën online po bëhet gjithnjë më e fortë. Pasi mira reklama përpiqen njëkohësisht të kapin vëmendjen e përdoruesve shqiptar. Kjo ka bërë që kompanitë të investojnë jo vetëm në buxhete reklamimi, por edhe në përmbajtje më kreative dhe strategji më të personalizuara. Prania e mbi 7000 reklamave aktive në Meta tregon se ekonomia digjitale në Shqipëri po zgjerohet dhe se rrjetet sociale janë kthyer në një nga fushat kryesore ku zhvillohet gara për konsumatorin. Inteligjenca artificiale po transformon me shpejtësi ekonominë dhe shoqërinë në Kosovë, ndërsa përdorimi i saj në të gjitha fushat është tashmë një domosdoshmëri, ndërkohë që disa iniciativa synojnë ofrimin e shërbimit publik më të personalizuara për qytetarët. Inteligjenca artificiale po transformon me shpejtësi ekonominë dhe shoqërinë në Kosovë, ndërsa përdorimi i saj në të gjitha fushat është tashmë një domosdoshmëri. Kështu deklaroi ministri i Digitalizimit dhe Administratës Publike Lulzoni Akxhiu gjatë prezantimit të raportit për qeverisjen e inteligjencës artificiale në Kosovë. Ai nënvizoi se po sigurohet që çdo nismë re digjitale në administratën publike të përfshijë edhe funksionalitete të bazuara në inteligjencën artificiale. Projekte si e-Kosova 2.0, asistenti digital në ATK, gjenerata e re e shërbimeve të integruara të bazuara në ngjarje jetësore si dhe platforma mbarqeveritare që po ndërtohen, do të përfshin zgjedhje të mbështetura në inteligjencën artificiale. Këto iniciativa synojnë ofrimin e shërbimeve publike më të ndërlidhura, më proaktive dhe më të personalizuara për qytetarët. Njëkohësisht, ministri theksoi se po investohet në zhvillimin e infrastrukturës së të dhënave, avancimin e mekanizmave institucionale dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore për aplikimin e inteligjencës artificiale në administratën publike. Megjithatë, gjatë këtij rrugëtimi transformues, sipas ministrit Akxhiu, duhet të sigurohet që inteligjenca artificiale të përdoret me përgjegjësi, duke mbajtur gjithmonë njeriu në qendër dhe duke vendosur mekanizmat e nevojshëm mbrojtës për ruajtjen e shëndetit, sigurisë, të drejtave themelore dhe demokracisë. Si vend që synon antarësimin e Bashkimit Evropian, ai theksoi se rruga e Kosovës për qeverisjen dhe rregullimin e inteligjencës artificiale është e ndërlidhur ngushtë me kornizën evropiane të bazuar në EU AI Act.
Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.